Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e milkshake, një pije freskuese verore, një pije ëmbël, shumë e shijshme, e thjeshtë për përgatitje, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj pije shumë të shijshme verore, një pije freskuese. Morim një gotë të gjatë dhe e lyjm kështu me Nutellë, ansorët e gotës, ose një thike, bëjmë ansorët, njashtu do i lyjm dhe buzën e gotës nga të dy anët. Këtu kam oreo të bluara dhe buzën e gotës e bëj me oreo dhe një dekor shumë i bukur, kështu nga gjitha anët. Gota është gati, tash morim një akullore. Mund që të merrni çfarë do lloj akulloresh, kalojmë në gotë. Ja largojmë kështu këtë kopsën e drurit, shtuna, qumësht të nxehtë, oreo të coptuara dhe bëjmë përzierjen. Pasi kam bërë përzierjen, shtoj në akull, sipër e dekoroj me krem pana apo shllak. Pak çokoladë të shkrirë, oreo të bluara, një copës oreo dhe milkshake është gati për të konsumim. Besoj si u ka pëlqyer mu të radhashura se si përgatis milkshake, një pije shijshme, një pije freskuese verore. Gjithë ju që e përgatisni ju pëfshit mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare dhe me recetën e radhës.